Cila është ajo lutje që themi kur një person është i smur dhe vendosim dorën në vendin ku ka dhimbje dhe thon këtë lutje 7 herë. Është një lutje që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Thot kush ka dhimbje e vendos dorën e tij djathtë në vendin ku është dhimbja me bismillah, bismillah 3 herë. Pra thu bismillah, bismillah, bismillah. Pastaj bën duan me poshtme. Cila është duaja? A'udhu bi kalimatillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. 7 herë. 7 herë. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e bën këtë dua në këtë formë, Allahu do të largojë smundjen që ka në atë vend. Çfarë duhet? Duhet vetëm besim i madh në atë moment kur e bën duan. Ti je i sigurt që kjo ka për të ndodhur. Ama ta bësh duan, inshallah po ndodh, inshallah, hajt. Bismillah, bismillah, bismillah. Nëse ti nuk ke besim në këtë lutje, ti je i sigurt që kjo lutje është ka për ta bërë punën e vet.